Kush fshihet pas Nesti Angonit që fundosi Veliaj nën SPAK? Ish prokurori Ervin Karandxha ka deklaruar se Nesti Angoni, personi që denoncoi Erion Veliajn, është një person i afërt i kryebashkiakut. Ai tregon denoncuesi është një person në pushtet dhe i brendshëm sepse dinte çdo të dhënë të saktë në lidhje me veprimet dhe lëvizjet e Erion Veliaj. Nesti Angoni është një person i afërm i Veliajt dhe që është në pushtet. Nesti Angoni shkon me atë pallati 176 që e nisi vetë letrën dhe i ra në kokë. Veliaj e ka të brendshëm, letra ka qenë saktë me të dhëna të sakta. Në bazë të ligjit, ky kallëzim anonim nuk mund të përdoret, qoftë nga hyrjet në dogan si nga tatimet janë të sakta dhe i di vetëm një i brendshëm, u shpreh ish prokurori. Sa i përket përplasjes me prokurorin Olc Dado, Karandxha deklaroi se ka diçka personale mes tij dhe Veliajt. Ka diçka personale me Olc Dado, se janë dy prokuror dhe merren vetëm me një. Me sa kemi parë, Veliaj pretendon për sjellje jo korrekte të Olc Dados, pretendime se ka marrë në orë të vona të natës bashkëshorten e kryebashkiakut e të tjerë. Sipas Veliajt, Olc Dado është bërë prokuror në kundërshtim me ligjin, tha Karandxha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.